Besimtarët musliman në mbar botën u lutën këtë mëngjes për Fitr Bajramin. Në Jeruzalem, autoritetet izraelite nuk lejuan besimtarët në xhamin Al-Aqsa, kurse në Gaza, ku ky Bajram i gjen në armpushim dhe banorët, lutjet u bën në rënojat e shkatrimeve. Në lindjet mesme, kjo fest kalon mes shqetësimeve nga lufta në Iran. Besimtarët muslimanë të gjithë botën shënuan këtë të premte Fitr Bajramin, festën më të rëndësishme të kalendarit fetar të Islamit. Besimtarët u lutën jashtë mureve të qytetit të vjetër të Jeruzalemit. Një grup muslimanësh u lutën në rrugë, pasi autoritetet izraelite i ndaluan ata të hynin në xhamin e Al-Aqsa. Për herë të parë në dekada, muslimanët nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në lutjet e Fitr Bajramit në xhami për shkak të kufizimeve të vendosura nga Izraeli gjatë luftës me Iranin. Allahu Akbar. Me pjesën më të madhe të Gazës në rënoja, palestinezët shënuan fillimin e Fitr Bajramit me lutjet në oborin e Sarajas, në qytetin e Gazës, ku lutjet e Bajramit u mbajtën për herë të parë që nga fillimi i luftës në vitin 2023. Ndërsa luftimet më tashpra në Gaza janë qetësuar, armpushimi është përballur pothuajse çdo ditë me sulme izraelite edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Egjiptianët morën pjesë në lutjet në një xhami në Kairo të premten për të shënuar festën e Fitr Bajramit. Jashtë xhamisë së famshme Al-Sidik, familjet u mblodhën së bashku ndërsa fëmijët luanin pas namazit. Mira musliman bosnjak u bashkuan në lutjet e Bajramit të premten herët, ndërsa xhamin në Sarajev ishin të mbushura me besimtar. Muslimanët në Bosnjë tradicionalisht festojnë Bajramin brenda rrethit të tyre familjar ditën e parë, por ditën e dytë ata vizitojnë varrezat dhe luten për të afërmit e tyre të ndjerë. Bajrami këtë vit shënohet mes luftës në lindjen e mesme, e cila ka tronditur shumë vende të rajonit dhe ka sjellë pasoja të mëdha ekonomike për pjesën tjetër të botës. Në lindjen e mesme nuk ndalen bombardimet. Irani ka vijuar të shënjestrojë objektivat në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Bahrein. Edhe Izraeli ka goditur Teheranin gjatë natës, ndërsa iranianët kremtonin Novruzin. Izraeli nisi sulme të reja ndaj Teheranit gjatë natës, ndërsa disa vende të tjera të gjirit, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Kuvajti dhe Bahreini, rrëzuan raketat që vinin nga Teherani. Sulmet izraelite vranë zëdhënësin e gardës revolucionare para ushtarake të Iranit të premten herët. Para vdekjes së tij, generali Ali Mohammad Naini bëri një deklaratë duke këmbgulur se Teherani ishte ende në gjendje të ndërtonte raketa, pavarësisht sulmeve që vinë nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Izraeli goditi Teheranin me më shumë sulme ajrore gjatë natës, ndërsa iranianët shënuan Novruzin ose vitin e ri persian. Shpërthime u dëgjuan gjithashtu në Jeruzalem. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se 4 dronë në rajonin lindor të vendit ishin kapur dhe shkatruar. Kuvajti tha se rafineria e tij e naftës Mina Al Hamadi u godit nga sulme të shumta me dronë herët të premten, duke shkaktuar zjarr në disa njësi. Ministria e Brendshme e Bahreinit tha se agresioni iranian shkaktoi zjarr në një depo, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Pati raporte edhe për shpërthime të forta në Dubai, teksa mbrojtja e qytetit kapi raketat dhe dronët iranian që sulmuan. Vazhduan edhe sulmet e Izraelit në Liban ku shënuan viktima, ndërsa ushtria izraelite tha se goditi vende në Siri në përgjigje të sulmeve kundër druzëve. Izraeli ka një popullsi të konsiderueshme druze dhe më parë ka ndërhyrë në mbrojtje të tyre në Siri. Karburanteve e thelluar pas nisjes luftës në Iran kanë ndërgjegjësuar Europën për të zvogëluar varësinë e gazit dhe naftës nga lindja. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se Bashkimi Evropian duhet forcojë autonominë energjetike duke u mbështetur kryesisht në burimet e brendshme. Europa po ndjen pasojat e luftës në lindjen e mesme, sidomos për shkak të varësisë së saj të madhe nga gazi dhe nafta e huaj, një situatë që i ka vendosur me shpatulla pas murit edhe në lidhje me konfliktin Rusi-Ukrainë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pranoi se çmimet e larta të energjisë përbëjnë një nga sfidat më të mëdha për konkurrueshmërinë e bllokut dhe kërkoi autonomi më të madhe energjetike për Bashkimin Evropian. Sot në kontekstin aktual gjeopolitik, një Europë e fortë është më e rëndësishme se kurrë. Është e qartë se çmimet e larta të energjisë përbën një nga sfidat më të mëdha për konkurrueshmërinë e Bashkimit Evropian. Kriza aktuale në lindjen e mesme dhe ndikimi i saj në furnizimin global me energji konfirmojnë se duhet të bëhemi më autonom dhe të mbështetemi në burimet tona të energjisë.
Komisioni Europian u ka thënë udhëheqësve se ka një përzierje instrumentesh financiare që vendet anëtare mund të përdorin për të ulur çmimet e energjisë, të cilat do të jenë në diskutim. Asnjë politikë vetme nuk ka gjasa të funksionojë për të zbutur goditjet ekonomike nga lufta në Iran, në të gjitha tregjet e panumërta të bllokut nga Rumania në Irland. Ndërkohë udhëheqësit evropian shprehen shqetësime të forta në lidhje me luftën në Iran, ndërsa u takuan në Bruksel për të përballur me rritjen e çmimeve të energjisë të shkaktuara nga konflikti. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se rreziqet e një përshkallëzimi të mëtejshëm në rajon janë të konsiderueshme dhe efektet globale janë serioze, përfshirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri suedez Ulf Kristersson foli për ndikimet që konflikti kishte në energji, duke nxjerrë në pa efektet globale të luftës. Në një përpjekje për të zbutur krizën e naftës të shkaktuar nga lufta në Iran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj naftës iraniane, edhe pse është në luftë me këtë shtet. Sekretari amerikan i thesarit tha se bëhet fjalë për ngarkesat e naftës që ndodhen në det, të cilat do të shkojnë të plotësuara për të plotësuar nevojat e vendeve për karburante, duke mbajtur çmimin të ulët. Shtetet e Bashkuara përshqyrtojnë mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj një pjese të naftës iraniane, ndërsa përpiqen të kufizojnë ndikimin e luftës në tregjet e energjisë. Sekretari i thesarit Scott Bessent e paraqiti idenë në një intervistë për Fox News, duke thënë se kjo mund të bëjë më shumë naftë të disponueshme për blerësit global. Në të gjithë botën çmimet e energjisë po rriten ndjeshëm, ndërsa lufta ka pasoja në transportin detar dhe prodhimin. Në ditët në vijim, ne mund të heqim sanksionet për naftën iraniane që është aktualisht në det. Bëhet fjalë për rreth 140 milion fuqi. Në thelb, ne do të përdorim fuqitë iraniane kundër iranianëve për të mbajtur çmimin të ulët për 10 deri në 14 ditët e ardhshme, ndërsa vazhdojmë këtë fushat. Nëse bazohet, ky veprim do të ishte një përmbysje e madhe e politikës së gjatë amerikane ndaj regjimit iranian dhe pasoja do të ishin të pasigurta. Para luftës, Kina ishte blerësi kryesor i naftës që vinte nga Irani, duke blerë fuqi me një zbritje të madhe për shkak të sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Bessent tha se një heqje dorë nga kufizimet e shitjes mund të ndihmonte në devijimin e më shumë këtyre furnizimeve në vende të tjera që kanë nevojë për naftë, si India, Japonia dhe Malezia, ndërsa e detyron Kinën të paguajë çmimin e tregut. Megjithatë, shefi i thesarit nuk tha se si do të funksionojë një masë e tillë, ose nëse do të përfshijë rregulla për të parandaluar që parat nga shitjet të rrjedhin përsëri në qeverinë iraniane. I pyetur për këtë ide, presidenti Donald Trump nuk dha një përgjigje të qartë, por u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka të nevojshme për të kontrolluar çmimet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar sërish ashpër ndaj vendeve anëtare të NATO-s, duke i quajtur ata frikacak pasi nuk ndihmuan për të mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit. Në një postim në Truth Social, Trump shkruan se pa Shtetet e Bashkuara, NATO është një tigër prej letre dhe nuk donte të bashkohej në luftën për të ndalur Iranin të ishte një fuqi bërthamore. Mëtej presidenti amerikan thosë se tashmë që lufta është fituar me shumë pak rrezik për aleancën, ata ankohen për çmimet e larta të naftës që detyrohen të paguajnë. Por pavarësisht kësaj, ata nuk duan të ndihmojnë në hapjen e ngushticës së Hormuzit, që sipas Trump është një manovër e thjesht ushtarake. Frikacak, shkruan Trump në fund të postimit të tij dhe thekson se Shtetet e Bashkuara do e mbajnë mend një veprim të tillë. Në bursa ndërkombëtare, çmimi i naftës bruto sot ka një rënje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Një fuqi nafte sot shitet $109, por analistët tregut thonë se përmbysja e çmimeve do të jetë e vështirë në një periudhë afatshkurtër, pasi sulmet në lindjet mesme kanë shënjestruar infrastrukturën e naftës. Çmimet e naftës qëndruan të larta edhe të premten, pavarësisht se vendet kryesore europiane, por dhe shtete si Japonia e Kanadaja u ofruan të bashkëpunojnë për të mundësuar kalim të sigurt për anijet e naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 1.1%, duke arritur në mbi $109 për fuqi, një rritje në fakt më ngadalë se një ditë më parë. Analistët tregut thonë se potenciali për një rënje apo përmbysje të shpejtë të çmimeve është thuajse i pamundur në kushtet ku në lindjen e mesme janë goditur infrastrukturat kryesore të naftës dhe dëmi është shkaktuar pikërisht te prodhimi. Në përpjekje për të frenuar shtrëngimin e naftës, sekretari i thesarit të Shteteve të Bashkuara Scott Bessent tha se Washingtoni
mund të heqë së shpejti sanksionet ndaj naftës iraniane, ndërsa shtoi se po ashtu mund të ketë një tjetër lëshim të naftës nga rezervat strategjike. Një ditë më parë, nafta në tregjet globale arriti në mbi $119 për fuqi, pasi Irani u kundërpërgjigj një sulmi izraelit në fushën më të madhe të gazit, duke zhbërë 17% të kapacitetit të gazit të lëngshëm të Katarit, duke shkaktuar kështu dëme të konsiderueshme që sipas analistëve do të duhen deri në 5 vjet për të rekuperuar. Çmimet e gazit natyror ndërkohë në Bashkimin Evropian arritën nivelin më të lartë, duke u rritur me 25% e duke ofruar nivelit të $78. Kjo është norma më e lartë e regjistruar në më shumë se 3 vite. Ndërkohë edhe çmimet e arit u tërhoqën gjatë ditës së sotme, pasi qëndruan për shumë kohë në mbi $5.000 për oncë, të premten ra në $4.900 për oncë. Ari është parë gjithmonë si një stres sigurt për investitorët në kohë luftrash apo pasigurisht ekonomike, por forcimi i dollarit që pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme e ka bërë blerjen e metalit të çmuar më të kushtueshëm. Sikurse edhe pritej, Banka Qendrore Europiane ka ndjekur të njëjtën linjë me Rezervën Federale, duke mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit pas pasigurive të shtuara për ekonominë nga lufta në Iran. Banka vlerëson se inflacioni do të rritet mesatarisht në 2.6% për shkak të shtrëngimit të naftës, shumë mbi objektivin e saj prej 2%. Ndërkohë parashikon që ekonomia e eurozonës të zgjerohet vetëm me 0.9% këtë vit. Banka Qendrore Europiane la normën bazë të interesit të pandryshuar në 2%, por sinjalizoi se po vëzhgonte nga afër rreziqet që po sjell konflikti në lindjen e mesme. Çmimet e naftës dhe gazit rritur ndjeshëm që kur filloi lufta SBA-Izrael kundër Iranit, duke rritur frikën se inflacioni mund të arrijë shumë mbi objektivin prej 2% Bankës Europiane. Sipas institucionit, lufta në lindjen e mesme ka shtuar pasiguritë për ekonominë dhe ndikimet do të varen nga kozgjatja e konfliktit. Kjo ka bërë që Banka Europiane të rishikojë për lart inflacionin për këtë vit dhe pret që norma e tij të arrijë në 2.6% për të kthyer në objektiv vitin e ardhshëm. Ndërkohë janë ulur vlerësimet për ecurinë e ekonomisë pas institucioni parashikon një zgjerim me vetëm 0.9% në 2026, duke reflektuar pikërisht efektet globale të luftës. Perspektiva mbetet e pasigurt jo vetëm prej përshkallëzimit të konfliktit, por edhe prej politikave tregtare të presidentit Donald Trump. Vendimi i fundit i Bankës Europiane që shkoi në të njëjtën linjë me atë të Rezervës Federale ishte i pritshëm edhe nga tregjet që e hapën ditën e premte me rënje me indekset kryesore europiane që shënuan humbje në mbyllje të kësaj jave. Për familjet dhe bizneset e vendeve të eurozonës, ndikimi nën kupton që normat e interesit për kredit tashmë do të qëndrojnë në të njëjtat nivele që janë aktualisht. FBI ka goditur hakerat iranian duke sekuestruar faqen e internetit të një grupi përgjegjës për sulmin kibernetik ndaj një kompanie amerikane pas fillimit të luftës në lindjen e mesme. Grupi, i quajtur Hanadala, besohet të ketë qenë në krye të këtij aktiviteti në një operacion nga Ministria e Inteligjencës dhe Sigurisë e Iranit. FBI-a amerikane ka sekuestruar faqen e internetit të një grupi hakerash të lidhur me Iranin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin kibernetik ndaj një kompanie amerikane pas fillimit të luftës në lindjen e mesme në muajin shkurt. Faqja e internetit u zëvendësua me një imazh standard me logot e Departamentit të Drejtësisë dhe FBI-s. Autoritetet e zbatimit të ligjit përcaktuan se domeni ishte përdorur për të kryer, lehtësuar ose mbështetur aktivitete kibernetike dashakeqe në emër të ose në koordinim me një aktor shtetëror të huaj, në këtë rast Irani. Grupi i quajtur Handala besohet ketë qenë në krye të këtij aktiviteti në një operacion nga Ministria e Inteligjencës dhe Sigurisë e Iranit. Javën e kaluar Handala mori përsipër hakimin e Stryker, një kompani teknologjike mjekësore me selin Michigan, me zyra në gjithë botën. Ndërsa nuk ka asnjë tregues se sulmi kibernetik i Stryker ishte teknologjikisht i sofistikuar, ai ndërpreu përpunimin, prodhimin dhe transportin e porosive të kompanisë. Megjithatë, nuk është e qartë se sa i madh mbetet kërcënimi i hakerave iranianë në Shtetet e Bashkuara, si Izraeli ashtu edhe ushtria amerikane janë ende të angazhuara në sulme të vazhdueshme kundër ushtrisë iraniane dhe objektivave, por edhe ndaj objektivave që përbëjnë ndër të tjera rrezik digjital. Skuadra kombëtare e futbollit femrave të Iranit është rikthyer në shtëpi në Teheran. Është mbajtur një ceremoni mirëseardhje për vajzat, të cilat morën pjesë në Konfederatën Aziatike të Futbollit në Australi mes polemikave të shumta. Tifozët mbanin flamuj dhe brohoritën. Ekipi kombëtar heroik mirë se vini në Iran gjatë ceremonisë. Ekipi kombëtar i futbollit të femrave të Iranit u kthye në Republikën Islamike pasi disa prej lojtareve kërkuan azil në Australi. 2 lojtarë iraniane, Fatima Pasadidi dhe Atefe Ramez
Anisa Sadeh zgjodhen të qëndrojnë në Australi dhe janë stërvitur me klubin Brisbane Roar. Të tjerët që fillimisht kërkuan azil pasi skuadra u eliminua nga Kupa Asiatike grave, ndryshuan mendje dhe u kthyen në Iran. Skuadra e Iranit mbërriti në Australi për turneun pak para se fillonte lufta me Iran në 28 shkurt, por ajo që u komentua nga disa media perëndimore, por edhe të tjerë qytetarë, ishte një gjyq i hapur për këto vajza, të cilat u gjykuan pasi në ndeshjen e parë të 1 marsit të zgjodhen që të mos këndonin himnin kombëtar të Iranit, pasi edhe kishte nisur konfliktin në lindjet mesme.